Ka më thuar se pash një ngjarje tragjike. Polici në fshatin ton, neve nuk njefnim. Njefnim një polic në Rikun. Kur unë shikoj policët të pajisur me mjete mbrojtëse dhe mjete sulmuse, varur në penxheret e bashkëfshatarëve të mi, u zhgënjeva. Më dhëmti në shpirt. Isha në një proces ekzaminimesh mjekësore për problemet që ka mosha, mirë po i lash të tëra. I hypa aeroplanit, i thash djalet, unë duat t'i se duat vdes në Tragjas. Dhe mam tha, si kemi bërë planet akoma, tha për atje. Thash, në duket se m'ka vdekja, se po i vdiqi zvori Tragjasit, ne jemi të vdekur. Unë kam lindur në atë shtëpinë e parë që ka pasur në Izvuar dhe neve rrinim gjithë ditën e kishim jetën. Aty lanim rrobat, aty ushqenim patat dhe rosat, aty mbushnim ujë, aty mblidheshe gjithë fshati që lante dhe mbushte ujë me kuaj. Do me thënë, unë jam e 55 dhe shtëpia jonë e parë është bërë në 55. Tragjasi është një copë e shpirtit tonë. Nuk është një fshat ose një vend banim turistik thjesht. Do vazhdoni të protestoni me gjithë banorët për Unë deri në pikën e fundit të gjakut.